Në këtë edicion do të ndiqni. Mbi 2 javë pa u stanuar shtyllat elektrike të dëmtuara gjatë erave në fshatin Vogov. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit deri në fund të sezonit do të kenë ngrohje stabile. Fshati Vogov pa drita vezluese këtë vit, tradita e ndriçimit nuk do të vazhdojë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Kanë kaluar 2 javë që kur disa shtylla elektrike në fshatin Vogov u rrëzuan nga errat, por të njëjtat kanë mbetur pa u sanuar ende. Sipas banorëve të kësaj zone, rasti është lajmëruar te institucionet përgjithëse, por asnjë përgjigje nuk kanë siguruar. Kanë kaluar më shumë se 2 javë që kur shtyllat elektrike në fshatin Vogov janë në gjendje të mjerueshme. Disa prej tyre janë rrëzuar nga errat e forta e disa të tjera kanë mbetur të pjerëta. Lek Maksuti nga fshati Vogovit Gjakovës thotë se kjo gjendje duhet të zgjidhet. Po, është e vërtet që pas motit lig janë rrezu këto shtyllat që pishin, është rrezik normal, e apelojnë të institucionet që të marrin dorë, që normal që kjo ka rrim edhe mund më ndodh në e gjonë dhe hala ma e ligë. Sipas Maksutit, edhe gjendja e shtyllave elektrike që tashmë janë të pjerta rrezikon banorët. Këtë kjo pjesë është shumë e dobë, po besoj se institucioni vedon ta dhe ndoshta i rregullon këto gjona. Ndërkaq para më shumë se 2 javë shtyllat kishin rënë në rrugën e asfaltuar, ku kanë mundur të rrezikojnë banorët që frekuentojnë këtë rrugë. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit në Gjakov gjatë gjithë sezonit të ngrohjes do të kenë ngrohje sipas orareve të planifikuara. Kështu ka bërë të ditur drejtori i ndërmarrjes Blerim Halilaj. Gjithashtu shtoi se që nga fillimi i sezonit situata me ngrohje të gjithë konsumatorët ka qenë stabile. Gjatë kohës që ndërmarrja ngrohtoria e qytetit ka qenë jashtë operimit për furnizim me energji termike, kohën e ka shfrytzuar për të kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme për sezonën e re ngrohse. Drejtori i këtij institucioni Blerim Halilaj thotë se të gjitha përgatitjet e nevojshme janë kryer përgjatë asaj kohe. Përgatitjet e nevojshme që është dashur me u bë janë bërë gjatë kohës që sa kemi qenë jashtë operimit, nga data 8 konkretisht 9 tetor. Konkretisht kur po e përmendni datën 8, na me 8-ve që kemi filluar përgatitjet finale, dhe është dhe skaldaja, ndërsa nga data 9 tetor na kemi filluar operimin me ujë të nxehtë në rrjet dhe kemi ngrohur rrjetin. Pra nga ajo datë ne jemi tu për normalisht, kështu që nuk kemi pas ndaj sfidë ose ne shqetësim që e prish nivelin e shërbimit që ofrojmë te konsumatorët. Edhe nëse do të ketë rënje drastike të temperaturave, niveli i shërbimit për konsumatorët nuk do të rrezikohet, thot Halilaj. Temperaturat e ambientit sado poshtë shërbi nuk na determinojnë punën tonë, nuk rrezikohet niveli i shërbimit që ofrohet te konsumatorët. Nëse marrim për bazë sezonin e kaluar, dimrin e kaluar, pra kemi pas temperaturën më të ulët regjistruar që na e matim në impiant, ka qenë -13, në -13 na pikun e konsumit e kemi pas dikon afër 8.5 MWh. Aktualisht kapacitetet që na e kemi në funksion janë mbi 10 MW, konkretisht afër 11 MW, po edhe më shku temperaturat më poshtë sa që i kemi pas dimrat e fundit, ne kemi edhe 5.5 MW kapacitet rezervë që nuk janë të aktivizuar, kështu që mundëm me aktivizu edhe ato dhe na vijnë dikon rreth 12 orë që na mi pas edhe ato si kapacitet shtesë. Sipas Halilajt, i gjithë sistemi operues është i automatizuar. Operimin e kemi në sistemin automatik, varësisht pikë kërkesës që kemi të konsumatorët, temperaturat, qarkullimi, gjithçka rregullohet në mënyrë automatike të përfshijë edhe procesin e prodhimit. Konkretisht megawatt që prodhohen me ofrute e konsumatorit. Pra varësisht pikë kërkesave sa janë për konsum, na mundën me prodhu mjaftueshëm energji që ata me pas ambientet e tyre të ngrohta. Për fund, Halilaj tha se fal aktivizimit të procesit të kogjenerimit ka siguruar 5.5 MW energji rezervë. Më parë, një kalldaje kogjenerimit ka qenë jashtë funksionit për shkak të turbinës së prodhimit të energjisë elektrike. Tashmë turbina është në funksion dhe ky kapacitet i prodhimit të kogjenerimit mbetet rezervë për prodhim të energjisë termike.
Rruga Ali Pash te Pelena në Gjakovë është e ngarkuar me makina të parkuara në trotuar. Për këtë arsye këmbësorët duhet të rrezikojnë duke ecur në kursi të dedikuar për lëvizje të makinave. Në rrugën Ali Pash te Pelena vazhdimisht veturat parkohen në trotuare. Banorët detyrohen të ecin në rrugë dhe shpeshherë rrezikohen nga makinat që janë duke kaluar. Andaj, sipas banorëve, kjo gjendje është e përditshme dhe tepër shqetësuese. Rrezik o boll se gjithë kolimtarët nuk kanë ka me ecë, po duhet që ja kjerët për Shqipëni edhe vetë këtë rënë që ka kolimtarët këne ka gjatja, bile ka ndodhë shpesh që shoqen pashu ja kjerët, e prejki përdorës, se s'patë ma s'ka me kalu. Me dalë tani nga kajtë në tretar, me dalë këne kjerët, ja kjerët atje. Rrezik o boll, po, zoti po, çfarë të them. Banorët janë të shqetësuar për këtë gjendje dhe kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë. Bile policë të shirë me vnu, në disa vende duhet se përpos komunikacionit të i mase të ngarkuar, edhe shpejtësia zhvillohet jashtë normave të kësaj. Plus, unë e kom pas nanën smut, nuk kom mujtë në spital me që për shkak të parkingjeve. E parkon kerrin edhe nuk e di ku shkon, kryjnë obligime dhe të shërbimit, të ushqimeve të tjera. Kështu që me të vërtet kjo lagje është shumë e ngarkuar. Nga aty u tha se shpesh ka prani të policisë, gjë që bën të përmirësohet gjendja, por patrullimet duhen të jenë më të shpeshta e dënimet shumë të rrepta. Në muajin tetor 2025 gjithsej në nivel vendi janë regjistruar 1125 ndërmarrje. Kështu bëhet ditur në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas këtyre të dhënave, në Kosovë në muajin tetor 2025 ka një rritje prej 6.7% të ndërmarrjeve të regjistruara në krahasim me muajin e kaluar dhe 0.2% rritje në krahasim me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë muajit tetor të këtij viti në Republikën e Kosovës janë regjistruar gjithsej 1125 ndërmarrje. Nga raporti publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, është bërë ditur se në tetor 2025, krahasuar me muajin paraprak, ka rritje për 6.7% të ndërmarrjeve të regjistruara, ndërsa krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak, pra tetorit të vitit 2024, ka rritje për 0.2% të ndërmarrjeve të regjistruara. Aktivitetet ekonomike më të preferuara gjatë këtij mujori ishin tregtime shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike, motocikletave me 286, 25.4%, ndërtimtari me 133, 11.8%, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim me 110, 9.8%, aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike me 104, 9.2% e tjerë. Në nivel vendi gjatë muajit tetor nga 1125 ndërmarrje të regjistruara në lëmin e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkatarisë kanë qenë 28, në xehetari dhe gurthyes 4, në prodhim 99, në furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 9, në furnizim me ujë, kanalizim, menaxhim betyrinash 2, në ndërtimtari 133, tregtime shumicë dhe pakicë, riparimi mjeteve motorike, motocikletave 286, transport dhe ruajtje 41, akomodim dhe aktivitete të shërbimeve me ushqim 110, në informacion dhe komunikim 84, aktivitete financiare dhe sigurimit 9, aktivitete të patundëshmërisë 23, aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 104, aktivitete administrative dhe mbështetëse 76, administratë publike dhe mbrojtje 2, arsim 11, shëndetësi njerëzore dhe aktivitete të punës 21, art, zbavitje dhe rekreacion 18 dhe aktivitete të shërbimeve tjera 65. Ndërkaq numri i ndërmarrjeve të shuara sipas regioneve dhe seksioneve të aktiviteteve ekonomike në tetor të vitit 2025 në nivel vendi është 127.
Sa i përket komunës së Gjakovës në bazë të ndarjes regionale të bizneseve, Gjakova qëndron në listë me 63 ndërmarrje të regjistruara apo 5.6%. Gjatë këtij muaji në komunën e Gjakovës janë shuar gjithsej 12 ndërmarrje, 1 në lëminë e prodhimit, 2 në ndërtimtari, 5 në tregtime shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve motorike dhe motocikletave, 2 në aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike dhe 2 në aktivitete të shërbimeve të tjera. Punëtorët e krahut në Gjakovë në baza ditore kërkojnë punë në shumë pjesë të qytetit. Sa po të ndalet dikush për t'u interesuar për ta, insistojnë për marrëveshje dhe bëhen grumbull në tentim që të fitojnë një ditë pune. Megjithatë, sipas tyre, kjo punë është shumë e nënvlerësuar. Në parkun e Lirisë, çdo ditë qëndrojnë punëtorë të krahut, të cilët presin të angazhohen në punë të ndryshme. Sot, ekipi televizionit Syri vizitoi ata për të kuptuar më afër vështirësitë dhe realitetin me të cilën përballen. Punëtorët treguan se kushtet në të cilat presin punë janë të vështira, qëndrim të gjatë jashtë e në temperatura të ndryshme, shpesh në moh të ftohtë apo me shi, pa mbështetje dhe pa siguri të ardhurash. Ata theksuan se puna e tyre megjithse e rëndësishme për shumë qytetarë që kërkojnë ndihmë të shpejtë fizike, shpesh herë nuk vlerësohet mjaftueshëm. Sipas tyre, nevoja për punë i detyron të jenë aty që herët në mëngjes deri në orët e vona, duke shpresuar që dikush t'i angazhojë qoftë për ngarkem, shkarkim, mbartje të materialeve apo punë të tjera. Megjithatë, ata thonë se mungesa kushteve elementare dhe mosrregullimi i kësaj tregu të punës mbetet një sfidë e madhe. Ndërsa të njëjtit kërkojnë më shumë përkrahje institucionale dhe vlerësim të punës së tyre, duke theksuar se ajo që bëjnë nuk është vetëm nevojë personale, por shpesh ndihmë e drejt për drejt për qytetarët e Gjakovës. Fshati Vogov këtë vit nuk do të ndriçohet siç ka ndodhur në vitet paraprake. Ky ambient i bukur këtë fundvit do të mungojë banorëve të zonës, e për të mësuar arsyet se pse Vogova nuk do të zbukurohet me drita, në një kronika e realizuar në terren. Në fshatin Vogov të komunës së Gjakovës si vjet nuk do të ketë stolisje me drita të Krishtlindjes së vitit të ri. Banorët e fshatit nuk pranuan të flasin para kamerave për sipas tyre një nga arsyet kryesore është mungesa e të rinjve në fshat, pasi shumica jetojnë jashtë vendit dhe nuk kanë mundësi të kontribuojnë ose të marrin pjesë në përgatitje si dikur. Banorët na thanë se këtë vit ka munguar vullneti për organizim, ndryshe nga vitet e kaluara kur i gjithë fshati ishte i mbushur me drita dhe i stolisur për mrekulli. Megjithatë, Vogova ndër vite është njohur si një nga fshatrat më të zbukuruar me drita të Krishtlindjes e vitit të ri, duke krijuar atmosferë të jashtëzakonshme gjatë festave nga Krishtlindja e deri në vitin e ri. Fshati ka pritur çdo vit vizitorë nga e gjithë Kosova, ndërsa për vendosjen e dritave kanë kontribuar banorët e të dy bashkësive fetare, katolik dhe musliman, duke kthyer stolisjen në një traditë të përbashkët. Zymer Gashi nga fshati Osekil prej vitesh merret me mirëmbajtjen dhe kujdesin e deleve. Në një prononcim për mediumin ton, ai ka folur me shumë pasion për dashurinë që e ka ndaj tyre dhe kohën që shpenzon me to. Zymer Gashi nga fshati Osekhyl thot se puna që e bën me më së shumti dëshirë është kujdesi ndaj deleve të tij. Ai kushton kujdes të jashtëzakonshëm higjienës në ambientin ku ato qëndrojnë dhe për secilën dele, kujdeset që të jetë shumë e pastër e të ketë kujdes maksimal personalisht nga ai. Rrallë mund të shohësh ambiente kafsh me kaq kujdes sa Gashi ka për to. Tash e kanë kujdesin më të madh. Se edhe këtu kanë ato problemet e veta se duhet me pas kujdes, ka mundësi nuk mundet me fillu duhet me operacion, me ndihmu ka pak, ato që janë spari kanë nevojë për ndihmë, kanë atë dashninë e çobanit, se nin veten pak më të sigurt. Edhe atë duhet pak më kon më kujdes më nga tyne. Madja i thotë se do të duhej të merrej shembull nga personat tjerë që kujdesen për kafsh. Unë i du këtu edhe për shëndë veçanta dhe këtu i moj si hobi, edhe këta tjerë që kanë dhënë, kanë kafsh, më tregu që shmohet e që shtrajtohet. Një kafsh si këtu. Raca për të cilën kujdeset me shumë dashuri Gashi është racë autoktone dhe unike. Kjo është një racë autoktone, unë nështë brezi, sa di une, jam brezi 6, se e kultivoj këtë racë.
është racë viglu shtirët, së kërë kem dashin e madhë, në mund kësi racë nuk ka kërkun. Pos nësje kena majtë, kjo në racë shumë rrallë si del, edhe këtë racë e kena brez mas brezi, nuk e ka kërkush në Kosovë, po nëse e kom shqitu në dikon. Ngjyra e kuqe që ai përdor për delet ka simbolik të veçantë. Ngjyra kuqe, si që e kom qef sendh mi bot veçanta, sa dhe vetë si që banjë mi veçantë. Se shumë kritikujnë tesha të reja kështu, unë vetë, se ju ketë edhe të shtalla e pa, çfarë pastërti është, edhe këtu shije çfarë pastërti është, edhe delet i kom lyme ngjyrë kuqe, edhe vipi qytetit Gjakovës, edhe kom qef mi bon, shka si ka kërkush, kom qef qështu. Gashi tha se për dele duhet pasur kujdes shumë të veçantë. Ai gjithë kohën e tij ja kushton kujdesit ndaj tyre dhe përkundër vështirësive, kjo gjë e përmbush dhe e bën të ndjehet shumë i lumtur. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 2 javë pa u stanuar shtyllat elektrike të dëmtuara gjatë errave në fshatin Vogov. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit deri në fund të sezonit do të kenë ngrohje stabile. Fshati Vogov pa drita vezluese këtë vit, tradita e ndriçimit nuk do të vazhdoj. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.